Përshëndetje të nderuar miqtë e mi të kanalit Monitor TV, ja ku po ritakohemi ditën e sotme sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar dhe për të diskutuar një lajm që në fakt po bëhet shumë viral në rrjetet sociale. Do të ndalojmë tek fenomeni i radhës që është krijuar në Big Brother VIP Kosova. Një vajzë që të gjithë kanë kureshtjen të dëgjojnë për të, një vajzë që të gjithë kanë kureshtjen të mësojnë për të dhe ka lajme të ndryshme. Lajmi i fundit është që Eliona në moshën 13 vjeçare, që do të thënë është një informacion i rejshëm, është larguar nga shtëpia e saj. Lajmi më njëherë ka bërë bujën e madhe, por unë kam hulumtuar para se të flas që ta kuptoj të vërtetën se si qëndron, sepse në shtëpinë e Big Brotherit Eliona më jepte bindjen e një vajzës të mrekullueshme, e një vajzës të bekuar nga Zoti. Tani, nëse ne shikojmë një njeri i cili është i fortë në karakter dhe ka një qëndrim edhe kur i rrëfen gjërat në mënyrën më të fortë, ndonjëherë është jeta ajo që ne na bën që ne të ndërtohemi edhe të jemi në vetë kontrol të vetes tonë. Nëse tani pyesim ne se si Eliona e ka përballuar të gjitha atë fenomenin të ofendimit, të sharjes, të denigrimit të personalitetit të saj nga banorët e tjera, Eliona e ka përballuar nga jeta që ka mësuar. Eliona ka lindur dhe është rritur në Gjermani, nga një baba dhe nga një nënë mrekullueshme, një familje mrekullueshme shqiptare që kanë luftuar që tek fëmijët e tyre të mbjellin dashurinë për atë dheun, dashurinë për kombin edhe gjuhën shqipe. Eliona thot se babi im, kur unë isha e vogël, pa marrë parasysh që unë diqja shkollën në gjuhën gjermane, ai nuk ndalonte së ushtruari tek unë dashurin për atë dheun dhe mbanim një abetare në shtëpi, që unë paralelisht mësoja edhe gjuhën shqipe. Do të thënë për të mos e haruar kur origjinën se nga ku vjen. E lumtur për familjen e saj, e gëzuar për jetën e saj, e pikëlluar për momentin e ndarjeve të prindërve të saj. Dhe pikërisht këtu ka ndodhur rasti që Elionën e kanë nxjerr nga shtëpia e prindërve, jo ka dal nga shtëpia e prindërve, është shumë e rëndësishme për ta thënë. Eliona thot kështu: unë fëmijërinë e mbaj mend deri në moshën 7 vjeçare shumë të bukur, thot. Atëherë u kthy gjithçka. Jam ballafaquar me shumë gjëra të ndryshme. Unë në moshën 7 vjeçare, thot, mua më janë ndar prindërit, do të thënë kur ka qenë Eliona 7 vjeç, prindërit e Elionës kanë bërë divorcin. Unë jetoja me mamin edhe me motrat, po ashtu edhe me vllaun e vogël. Kemi jetuar afër dajollarëve në Gjermani. Atëherë, thot, më ndodhi një fatkeqësi. Atëherë kur isha në shkollë, një mësuese, sepse puna që mu pa të ndarë prindërit, do me thënë, Eliona ka qenë në shkollë dhe mësuesit e kanë ditur që prindërit e Elionës janë ndarë dhe një mësuese, nga fakti që prindërit janë ndarë të Elionës, mësueset atje kanë filluar që Elionës t'i japin më shumë vëmendje, do me thënë tepër kujdes. Atje ligjet dhe rregullat janë thot ashtu. Isha në shkollë edhe kam pas një vret. Aty ku shteti gjerman ka reaguar dhe më kanë larguar prej familjes, thot. Do me thënë e kanë marrë nga shtëpia e nënës. Unë prej moshës 7 vjeçare deri në moshën 17 vjeçare, unë jam rritur në një familje gjermane, thot, pa dëshirën time. Ato dyshuan, thot, policia dyshoi për dhunë në familje, që do me thënë këtë e kanë maltretuar, ky ka qenë dyshimi i policisë. Ishte moment shumë i tmerrshëm për nënën time, por edhe për babain. Unë prej shkolle, erdhën më morën, më ka ardhur shumë pa pritur, isha shumë e vogël, thot Eliona. Nuk dija as me fol, por as me mbrojt veten.
po ashtu edhe familjen time. Mami priste që vajza t'i kthehet në shtëpi e jo të ndodhen ajo gjë. Po ashtu edhe babi e ka përjetuar thot shumë rënd këtë gjën. Kontaktet me familjen 2 vitet e para, thot, tash do me thënë, a ka pas kontakt me familjen 2 vitet e para, imagjinoni ka qenë 7 vjeç. Unë isha shumë e vogël dhe nuk kisha telefon. Do me thënë, nuk kam mundur as kontaktet me gjet, me familjen. Flasim për këtë fenomenin të kësaj fotografisë që ka dalë që familja e kërkon të Elion. Por edhe ma ndaluan kontaktin. Do me thënë, unë 2 vitet e para në as një lloj mënyre nuk kam pasur kontakt me familjarët ose me antarët e familjes time. Edhe familja gjermane që isha unë ishte më larg prej familjes time. Do me thënë, më kanë larguar komplet. Për mua ishte shumë e vështirë. Nuk gjej dot fjalë për atë dhimbje. Unë isha një vajzë 7 vjeçare që kishte familjen e saj për krah. Kisha nevojë shumë për dashurinë e mamit edhe të babit. Ishte shumë tmerr për mua. Ka ndryshuar çdo gjë sepse me hy në një familje tuaj ishte shumë e rëndë, thot. Unë kam luftuar shumë dhe kam kërkuar gjithmonë të kthehem tek familja ime. Ky është rrëfimi i Elionës për rastin i cili po përflitet si kur Eliona ka dalur me dëshirën e saj nga shtëpia. Do me thënë ju të cilët jetoni në Europë dhe sidomos fëmit e këtill që përjetojnë divorci nuk është i lehtë. Unë i shpreh respekte familjes së Elionës, divorci është personali i tyre dhe e respektoj me pafund dhe nuk dua të flas për atë çështjen, por dua të flas për këtë fenomenin që po komentohet shumë në rrjetet sociale, por nuk ulumtohet për këtë gjë. Do të thënë pse Eliona ka dalë nga shtëpia? Ka dalë me dëshirën e saj apo ka qenë e detyruar sepse ashtu ka vendosur shteti? Në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës fëmijët janë të shenjtë dhe shkolla raporton çdo gjë në polici që ka të bën me fëmijët. Dhe në këtë rast, mësueset kanë dyshuar për dhunë në familje tek Eliona, sepse ndoshta Eliona 7 vjeçare, duke që është fëmijë shumë emocional dhe mund të ketë shprehur dhimbje shpirtërore në shkollë dhe mësueset kanë dyshuar nga vëmendja e madhe që kanë patur dhe e kanë raportuar rastin dhe shteti ka vendosur që këtë fëmijë ta dërgojë menjëherë në një familje duke mos informuar prindërit e Elionës, që në këtë rast Eliona ka jetuar me nënën e saj. Nuk e dim në qoftë se kanë qenë në një proces divorci të përfunduar, ndoshta kanë qenë në një divorc pa dokumentacion dhe normalisht në raportin shtetëror apo në qasjen shtetërore, në pamjen shtetërore, Eliona ka ardhur si një fëmijë sikur do të vinte nga një familje e dhunuar. Dhe për këtë gjë Eliona ka luftuar pafund dhe ka kërkuar gjithmonë nga kompetentët që të rikthehet në familjen e saj. Por një fëmijë 7 vjeçar çfarë fuqie do të kishte? Mua më vjen keq për ato të cilët e komentojnë rastin. Eliona duket që ka një jetë shumë të rëndë, ka kaluar një dhimbje shumë të madhe dhe këtu mbështetem me Leonora Jakupin që dita ditës po kuptojmë që Eliona është një ëngjëll. Para se ta gjykojmë, le ta mbështesim dhe le ta dëgjojmë.